Grumbulluesit e bimeve medicinale në Kukës vazhdojnë të hasin vështirësi të shumta për shkak të mungesës së tregut. Gazmen të Koldashi tregon se industria e grumbullimit të bimeve mjekësore është goditur edhe nga rënja e eros. Ata kërkojnë më shumë mbështetje nga Ministria e Bujqësisë në këtë periudhë ku të gjithë bimet i kanë të mbetura stok. Në 2023 dhe 2024 kemi pas shumë probleme me shitjen e produkteve të zonës tonë, që vilet dhe mblidhen në bjeshkët e Kukësit. 2024 ka qenë një treg shumë i dobët në shitjen e bimeve medicinale të Kukësit. Ky treg ka si pasojë e rënjes së valutave, edhe që tregjet e lira të Evropës dhe të Azisë, që importuesit e mëdhaj të Shqipërisë, që importojnë edhe eksportojnë, po marrin bimë medicinale nëpër vende të tjera. Edhe në zonat tona ka pas shumë rënje të tregut të bimeve medicinale, sidomos të betullës, të dallinës, të boronicës. Ne kemi sto që ka 2 vjet pa shit në magazinat tona që kemi depozituara, edhe shpresojmë që 2025 mos të jetë si 24, të ketë një ritëm më të lartë të grumbullimit të bimeve dhe të shitjeve të bimeve medicinale. Akoma këtë vit është heret për fillimin e sezonit të grumbullimit të dielës të bimeve medicinale, por ne kërkojmë nga Ministria e Bujqësisë, që jemi si grumbullues të bimeve medicinale, që në zonat e tona të marrin edhe të gjithë Shqipërisë të marrin një përkrahje nga Ministria e Bujqësisë, si me subvencione, si me përkrahet me kredite e buta, që ka shpallë qeveria shqiptare për bujqësinë, kredite e buta, që është garancion qeveria shqiptare, që edhe njerëzit që janë për zonët e Bashkisë Kukës, edhe gjithë Shqipërisë, që të kenë një mbështetje nga ana jone nga qeveria shqiptare, nga Ministria e Bujqësisë. E gjithë puna e grumbullimit të bimeve mjekësore nis me bimen e Agolicës e përfundon me mbjelljen e Dëllisë, të mbledhura në bjeshk e të veçuara për cilësinë nga të ardhurat që marrin me shitjen e bimeve. Shumë familje kuksiane sigurojnë jetesën e tyre.